Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat I përgatis për familjen time. Sot jam kthyer pas në kohë, kam përgatitur këtë taven tradicionale, më pëlqen ta quaj kështu, edhe pse nuk kam informacione se është e njohur për një zonë të caktuar të Shqipërisë, por mendoj që kjo është tava e gjithë shqiptarëve, e thjesht, plot shije dhe me aromë fantastike. Kam përdorur 500 gram zhviçi, të cilën e kam vendosur të zjej me krip, pak piper të zi dhe ujë. Ndërkohë në një tigan kam shkrir 30 gram gjalp, nëse e keni gjalp fshati si në rastin tim, tava do marrë një shije fantastike. 300 gram makarona, mund përdorni makaronat që ju gjenden në shtëpi, siç veprova edhe unë. I skuqim në zjarr të ngadalë duke I përzier vazhdimisht derisa të marrin ngjyrë. Kur ishin fëmijë, kjo pjesa e makaronave të skuqura gjysma konsumohej siç ishte, pastaj përfundonte në tavë, besoj se dhe me ju ka ndodhur apo jo. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoni për çdo recetë të re të postuar. Pasi makaronat janë skuqur, I vendosim ato në tavë, edhe mishi ka zier tashmë, e vendosim edhe mishin, lëngun e tij, e kullojmë lëngun fillimisht dhe ujë shtesë nëse nevojitet. Dhe do ta vendosim në furrë. Është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend I Shqipërisë më ndiqni dhe apo I botës, dhe nëse dëshironi ma shkruani atë në koment, përfitoj nga rasti për t'ju falenderuar për çdo fjalë pozitive në koment, për çdo like, për çdo share që I bëni recetave të mia. Jeni një motivim I madh për të vazhduar përpara dhe është një shtysë mjaft e madhe mbështetja juaj. Dhe tava është gati, e pjekim në 200 gradë derisa të jetë gati, e them gjithmonë këtë pasi pjekja varet nga furra që ju keni. Ka një aromë fantastike, nëse ju ka dal nga mendja, ju sugjeroj ta provoni pasi është një shije fëmirie që të kthem pas në kohë dhe nuk harrohet lehtë. Pres përshtypjet tuaja në koment për këtë recetë. Faleminderit që më ndiqni.